Në intervistat tona të mëngjesit, besoj se mundohemi që të sillim sa më shumë informacione dhe gjëra të cilat janë pozitive dhe të mira për komunën e Ulqinit. E ajo intervistë që do të zhvillojmë sot, padyshim që besoj se na gëzon të gjithë, sidomos ato që janë fansa të mëdhenj të Otrant Olimpik, edhe që besoj që ka një skuadër të madhe pas vetës të gjithë atyre që janë tifoz të këtij klubi. Unë kam kënaqësi që sot të flasim me kryetarin e klubit të futbollit Otrant Olimpik, zotëri Skënder Rexhën, për të folur, le të themi, për atë që është pritur, po finalizohet edhe pak, për rregullimin e stadiumit e shumë çka tjetër. Mirëmëngjes, mirë se më vjen në studio. Dhe faleminderit në ftesë dhe si jeni të njeh rregullisht klubin e Otrantit. Atëherë, Otrant Olimpik kemi përcjellur edhe kemi folur shpeshherë se në cilat terene po luan, si janë kushtet, tani nga një ide e filluar kohë më herët, edhe deri tek ky finalizim që pritet vetëm pas pak ditëve, si ishte? Dhe me thënë, në kryet klubit jam kthy, se unë tanë kohën kam qenë në Otrant, pa 2 herë kam qenë si kryetar i klubit, kishte 2 herë, 2015 deri 2017 ku ishim play-off me Rudarin, dhe 2022 kam marrë dhe kam buda pika vedit edhe klubit edhe kryetarit atërshëm Omer Bayraktarit, që kam marrë me një projekt klubit dhe i kam pas dhe hanrat e mia si edhe për realizohen. Andra parë ka qenë, me thënë, ta stabilizojmë klubin dhe ta bëm një stadium sot, si mund me thënë stadium një teren, se stadiumi do të inshallah ka marrë kohë edhe ati stadium. Po mendoj se tash në këtë moment kanë me qenë kushtet si ka mujt me lujt edhe një ligë evropiane, jo vetëm klubi jon. Domethënë ana parë ka qenë me hyrë ligë parë, edhe kena arrit, edhe ana dytë është kjo, domethënë si qoftë kismet në 10, si do ta besoj si do të lumë të me pozicionës. Kanë qenë sfidat maja, ka qenë zore, gjithçka. Ka pas shumë njerëz që kanë himu, domethënë tu mas pare tu falënderu Rivierës të Ulqinit, si në ka jap deri 2014 në tokën komunës të Ulqinit, cila ka ndajt mrapa në ti projekt pri atë ditë kur ka marrë në kry deri sot, domethënë për ditë më fort, domethënë e kanë pa këtë projekt si është i dobishëm për Ulqin, se atë ditë kur ka marrë në klub, domethënë ka qenë klubi në kry me Damir Krstanovicin, si kanë arrit me Xhamal Kampombegun, kanë arrit hynë ditën ligë, por ka pas shumë gjana mungesa, si kena dhe sot mungesa, domethënë ka qenë infrastruktura në mungesë, fëmijë kena pas pak, sot jemi më livdu, domethënë me atë gjase, sa të kena shkollën futbollit që hoq Arjan Senika, një lojtar i klubit, domethënë kapiteni i klubit që ka qenë shumë gjatë, punojnë 6 trenera me ata fëmijë, edhe ata nuk i kanë kushtet si lypet, domethënë se na mungon infrastruktura, na mungon prap, edhe pse bëm këtë fushë, na mungon se na çdo gjë në pagesë, domethënë si në akademi, si pagum 2500 euro muj, si të Mimish ose Usheviç që pagum 1500 euro muj, domethënë si të Selmarceni në ballon na shkon rreth 2000 euro muj, domethënë ata janë çdo gjë në pagesë, nuk e kena ala ata gjëna. Besoj me kryetarin Gjensni Mambegun edhe me Asallujin si jena në koordinime, si do të shkom edhe ka një fushë sintetike, edhe atërën besoj se do të kanë fëmijët edhe trenerat ku me punu. Tani, një punë le të themi, padyshim që do kohën e vet. Sa mori e gjitha për të rregulluar këto terene, edhe nëse ndihmon regjia të shohim pak se si ka qenë edhe si është bërë, si po bëhet. Domethënë ka bërë kohë shumë, domethënë dash një herë me marrë pëlqimin e familjes Leki Shmirović, si janë rreth stadiumit, si janë edhe një proces me Rivierën e Ulqinit, që një kanë ardhur me kuptim dhe nuk kanë bë asnjë farë, domethënë pengese, derisa kanë kuptuar qëllimin edhe si ne nuk kemi të përcin pronë atyne, dhe na kanë domethënë edhe letrën edhe kredit, domethënë edhe ku i shohim edhe disa fotografi se si ka qenë dita pa na të dash si klub edhe si komunë të bëm pregaditjet, domethënë për fush, domethënë dash me hek krejt dhenin si ka qenë bari edhe dhenin si ka qenë kena shku domethënë deri te drenazha, deri te pregaditja, si ekipi si e ka organizu Garden Lux Federata,
t'ja pregaditsim për barë. Dhe më thanë, krejt ishtë dash na mi ba gati krejt dere të bari. Dhe më thanë, kanë shku, na kanë imua të dy organizatët si pastrimit, si usjellësit të dyjet me një pjesë sa kanë mujtë. Më thanë, me mjetës kanë mujtë, pa kanë mujtë me punëtorë. Me shumë herë me punëtorë në kanë nimu, edhe të retin më të madhin e ka pas komune, dhe më thanë, cili ka ba financimet për këtë pregatitjet kredi ka ba komuna në për buxhet klubit. Sa shkon shifra për realizimin e gjithë këtij terreni? Me thanë, fusha, përsi fush neve në ka shku në si klub me prumin e ranës, si kena marrë pa pare, më thanë, një pjesë ka më pagu bëla, nuk ti e las në kardhë për kësaj direktorisë për rujtën e mjedisit, edhe hjekën e ranës, edhe kja jo zëhoti si ka punu në edhe krejtë, më thënë, na aty kena rrëth 40.000 dhe në 45.000, është nuk unë dhe thënë të cifrën, si në kanë shku për pregaditjet në fushës, kur i dash, plus i dash krejtë, dy betësh në regullu krejtë stazin rrëth fushës, dhe krejtë o gradat i dash mi ly, më thënë, i dash mi ba vendën për kamera, më thënë, lipet ndryqimi çdo që tjetë. Çdo gjë për mujtë, që me ba drejt për drejt. Transmetimin e ndeshjeve dhe dhe me thënë, tanë ata mjetë i dash mi ba vetë në si klub. Më thënë, njëm për zhështoret kanë kap 174.000 euro, dhe me thënë, ata i ke finansu krejt klubi, dhe me thënë, deretesh për atyne mjetëve si në pagu, ka pagu vetëm 40.000 euro federata, kurse tjerat i ka pagu komuna deretesh presim 30.000 për i Ministri Sportit që ka premtu, dhe ta janë donacjet që kanë, dhe më thënë, kërkuj tjetër s'kena pas, dhe më thënë, krejtë për komunë shkojnë. Shumicat njerët punëtorë që kanë punu kanë qenë firmat në Kauqini, dhe shumica janë në pritje. Pagesa normal se klubi ka budgetin e vetë, por në për atë budget ishtë të shku edhe të pagesa. Kurse tribinat i ka financu 100.000, dhe me thani, i ka pagu federata, e 32.000 i ka pagu Komune Ulqinit. Me një letemi gërshëtim, sa dikush sa pak që të realizohet? Për mi 500.000 euro do të qenë komplet bugjeti, do të dalin krejt në sajt, do të dalin gjdo pages, që ka pagu federata, që ka pagu komuna, kur të kryen e dit, kur të kryen qofë kësmet, do të i qesim tanë në sajt, se janë gjdo gjë me oferta me gjana, dhe do të qesim transparente. Me datë 10 pritet ndeshja e parë letemi që të luhet? Na presim komisionin të martën të vinë në Ulqin, besom se na i kena kry 99% gjithmonë ka me pas një munges. Punët jena të bada një tribin 3 për musafert, se dhe më thënë ekipi si produksion, si ka në ekip tifozët varvart, dhe aty në lytë me siguru tribinin, aty jena të financu vetë, me rrëth 20.000 euro vetë të maja tribin për 100 vetë, me betonim, me krejt, më thënë një darë, e kena ba nanë ka hoteli ishë olimpikut, si mos të kenë kontakt me tifozët. Kënej se dinë se janë tifozët, pa janë pak ma tegër, edhe besom si do të arrisim krejt, t'i bëm gati, t'i bëm pregaditjet, janë të dalë moderne gjështore, dhe më thonë, një gjështore, dhe më thonë, ku i mush normat, se norma ishtë 58 metra katror, një gjështore, dhe më thonë, i kena baka 60, si të mund të luat edhe nesër me dash me lujt moshët e reja, Liga 2 Europiane mund të luat, më thonë të luat edhe në Ulqin. Kjo është letimi ajo çfarë sjell edhe më shumë, edhe sportist, por edhe ndoshta edhe vizitorët edhe çdo gjë tjetër, sepse sporti është ai që bashkon më shumë, në këtë rast siç është edhe futbolli. Në Ulqin e Lasë ka një ligën e parë, edhe unë i falenderoj tifozëve të cilët kanë ardhur çdo ndeshje në shpenzimet veta, ne jena mundu shumë herë me organizu dhe autobusat si klub, po shumicën e kanë bërë në teret vetë dhe në shpenzimet veta, në çdo ndeshje kanë ardhur jashtë, edhe ne jena ka kushtu normalisht 2 fish, edhe falenderoj të klubin e Petrocit si në ka japushën pa pare, dhe klubin e Deqiqit, komunën e Deqiqit në Tuzit, dhe më thanë, cila në ka jap pa pagesë, dhe më thanë vetëm shpenzimet e lojës edhe shpenzimet e pregaditjeve për lojë, dhe më thënë, ta 2 klube
në kanë dalë në krejt kampionatin, në kanë dalë, në më thonë, në kanë nimu edhe Federata Malitësi si në ka japë fushën e Federatës kur da si në shlip. Nëse mundet regjia videon që patën vetëm pak më herët, duhet komentojmë diçka. Janë sportistë të cilët që të vegjel e kemi këtë video, është një goli i parë kështu për stadium, për terenin edhe... Ky Gjovani Kočović, cili ka pas qef mi vu miratopit aty edhe në alasë. Besoj se është knajsi kur janë që të vegjel, që merren me futbolin edhe shojnë diçka kaq bukur të rregulluar. Po, unë kena përdit, unë jam përdit për nati dhe rëmram ja unë, por ishte si sekretari klubit Selim Korana, si Metofici, Božidar Qetkovici, Damir Karastani, dhe më thanë, Hasan Lunji ishtë shumë, dhe më thanë, një falënderim të mësë për te, si ishtë angazhu shumë si koordinator për komune, dhe më thanë, ka ba shumë punë për këtë kana kësaj, se unë nuk mund më marrë është futbol, për në tanë punime nuk merën vesh, dhe ja kam shumë, me më thanë krejt, atyre ja kam shumë këta, edhe marrëveshjet, edhe çdo gjë, ja kam shumë atyre, dhe më thanë, edhe mund me thanë, ja kanë ba një punë të madhe, vetëm një këtë drenazhin si e kena ba vetë në si klub, aja kështë e ba rrës 50.000 euro, na kena ba me peron, si punën, si e tim bjemrin, si punën në komunalnu, edhe me njerës të klubit, me 8.000 euro, dhe më thënë, si jena mundu në çdo gjë, në çdo mjetë të kursem dhe të bam, të shikom si me mujtë, me ba diçka, vetëm çdo gjë është ba në vend dhe besoj si nesër mundëm drenazhet më të mira në Malzi, ka me qenë i kësaj fusha dhe ka me qenë fusha në më të mirat në Malzi. Unë besoj se sa bashkon sporti njëri tjetrin, nuk të rralla janë rastet që bëhen me aktivitetet të tjera. Kur e shojmë me temi edhe mbështetjen fizike, jo vetëm monetare, për dhe atë fizike, për të reguluar gjithë të hapësirë, besoj se sporti e bën më së miri këtë gjë. Pa normal, edhe çdo një... Këta firmat si kanë punu, shumë në Ulqin, dhe më thënë, në klub tash kanë ba, dhe më thënë, çdo gjë i kanë lanë punë tjera këtë dhe kanë ardhë, normal me pagesë, po i kanë na prioritet otrantit. I kanë na prioritet otrantit edhe mund me thënë si edhe kanë me kosto, kanë mundu edhe me pritje, edhe me çdo gjë me në animu, dhe më thënë. Donator s'kena pas, primend, po s'kena pas natë donatora, s'kena pas për gjë, s'kena mundu në drejtim. Mund i ka dhejtë mëra për në klubit, mund me folë drejt 100%, dhe më thënë, çdo gjë që financohet, tash të financu nga komuna dhe nga federata që dhe më thonë. Federata është investimi parë, si ka bërë federata në Ulqin që eksiston, dhe më thonë, mund me falëndëroj Lazën Mavrisht, arkitektat cili në ka pa pagesë projekte, çdo projekt, tanë projektet që janë ba aty, ne i ka ba pa pagesë, dhe me ta kam fillu projektimin në kësaj projekte, më thënë se për të filluar këtë punë është dash me ba projektet, e projektet kam fillu që 2022 dhe kena mërit tash mi realizu, besoj se fëmijët e jonë, se sa të kena rreth 300-400 fëmijë, nuk ti të bënd tash 350.000 janë 100%, më thënë 5 seleksione marrin pjesë në gara, dhe më thënë nuk janë përmi 20 trenera si punojnë, është një organizatë e madhe, shumë skuadër e madhe, shumë ndeshje, dhe më thënë, për gjithë javë kena ka 5 ndeshje, dhe më thënë, për seniorëve dhere të plus shkolla futballit që merë pjesë në për tonera, në për Gjetis Liga, në Podgorice, në Shqipni e gjithë këtë, dhe më thënë, ka në Lybet kujdeset madhe për ta, po në gëzën kur i shofim, edhe më gëzën kur sëtë, besoj se edhe moshët e reje dhe të lujnë të play-offin, janë të luftu për vend 4 për me hynë play-off Malizi, Ligë Parë të Malizi, dhe aja të banë një me krenar se kena një tarme të mirë të fëmijëve, kena shumë fëmijë të mirë, kena talentat mëj, besoj si në një veç e kena ba një kontrat me Libur Lazën e stipendice, po do t'ja bam besom si mjetë edhe 4-5.000, do t'i zgjellim, do shto prep kena me gabu, po mendoj se kena me nap një motivim matë madhë dhe do t'ja letësomë dhe atyne se çdo fëmijë dim në Ulqin të 3 doj me punu verës, e aja e futballi nuk dërën atë punë, futballi dënë stërvitje, dënë se tu me
në korrekt luhet liga, domethënë edhe dojnë punë shumë, edhe dojnë sakrificë, po besoj si pito kanë mundi shumë emra të ardhmen për Ulqinit, si janë një dretesh edhe ma shumë. Këto të rinj që po i përmend, ne kemi pasur në studio dhe është parë se sa me entuziazëm flasin edhe për trajnerët e tyre edhe për gjithë udhëheqësinë, sepse ndoshta mund të themi që shkon si një traditë e bukur tashmë Trant Olimpik, që të vegjël edhe pse më pas janë trajner e din mirë ndoshta se çfarë do ju mungon këtyre fëmijëve për t'ju dhënë më të mirën. Ne kemi provu, domethënë si çdo lojtar si ka dashur, si e ka lënë futbollin, t'i kthehet klubit dhe të punojnë si trajner. Në këtë moment janë të punu me kadeta, ka punu me të Divanic, kur cilin ja kena bashkëgjit ka Xhemal Kapanbekut, domethënë cili është trajneri i parë i klubit, dhe Halil Trumin e kena vunë kam metit në kadeta, Gjovani Koço që është me junior, Igor Motruni që është me pionira, Herodet Sinani është me Qamil Çavshin janë me Fatosa, shkollë futballit është, domethënë, Arjen Senika, cili koordinar me tanë trenerat, dhe çdo lojtar kena mundu t'i kthejmë edhe t'i shkollom. I kena thënë, lipen parë, për me qenë trejlet më shkollu, lipni njek shkollat e UEFA-s, domethënë se nuk mund është nërsh, domethënë është pi CES, dere të profi, ata nuk mund me qenë, besoj se do të banë për ditë edhe ma shumë, klubi dënë vetëm stabilitet, dënë përkrat edhe ma foqishëm, edhe unë mendoj pse na Bullishon si sot ka fitu miliona për lojtarve, edhe unë mendoj për 2-3 vjetë Ulqini s'ka me pas nevoj ma unë financu për as për komunit, për kërkuj vesh për vetë-vedit. Përshëm dënë dorim, dënë investim në mosha të reja, dënë investim në kuadra trenerave për mosha, edhe dënë infrastruktur për ku me pas më stërvit. Pa tjetër. Se në gjërat elementare. E shofim tivar, shkom jetën tivar për ditë, me thani kanë bëja 10 fusha rrëth, edhe ko kanë buz në pjesën më të mirë, me thani ku kushtën bëllë metra këtër 3.000-4.000 euro, të Hotel Princezi, ata kanë lanë për fëmijë si janë të marrët, me thani ata si i lajnë ata punë, me thani edhe na lypin e mu kushtu tyne si, me thani si tesh kur ma fëqishëm nuk i ka komuna si ka nejtë klubit më rapën, qysh se eksistum, se jam futbol vetë. Cilat janë, nëse i marrim një nga një të gjitha kategoritë që i përmendëm që ka klubi Trant Olimpik, kush mund të themi që është më mirë edhe kush mund të themi që është në momente ndoshta më sfiduese për të marrë veten? Pa tesh në ebet këtë kështu domethënë në moshët me si janë më mirë janë U17 majta, kadetat, edhe U14 majta domethënë, cilët janë pionirët, domethënë Fatosat janë në fillim. Fatosat nuk shikojnë edhe ta luajnë futboll më të shkurt, domethënë si janë në fillim edhe nuk dona rezultat aty në i interesan masiviteti, dhe për aty të kalojnë seleksionohen. Juniorët kena pas pak problem për punë si për parën heri kena juniorët më sa kohë dhe i kena kombinu me fëmijë për Podgorice, po ka talent të shumë edhe aty, por mendoj unë si kryesorit e kena vu, dhe me thënë të pionerët edhe të kadetat, cilët aty do t'i zgjedhim 50.000, si do t'ja bam stipendin do t'ja japim dhe për aty do t'bazohena sa një vjetë i kena dhe junior të Ulqinit krejt komplet, dhe me thënë edhe mos me pas vetëm të sajnë fmit, dhe me thënë zajnë generacion edhe besoj si dalin tash kena pas shtesa 2 përkombëtare, ka pas Radaj edhe Gjenan Karamonaga, cilët janë 2 moshët të lumen, një kështë, më thënë, pioner, kështë kadet, edhe unë besoj si do t'i thrasim për ditë, më thënë, sa më shumë edhe i thrasim selektorat e Malici për moshët e reja, si të vinë t'i shikojnë sa më shumë dhe t'i thrasin, t'ja japin shansën, se unë menoj se ka fëmijë si meritojnë, janë 4-5 si menoj si nuk janë në fëmijë tjerë më të mirë, por normal ata në Podgorici kanë sytë e fëmijët e tyre më shumë. Unë për thëmë, kam thëmë gjithmonë, fëmijët e jonë qenë 2 herë më të mirë, për me luj dike tjetër, po të shqyqër kene ardhë në ligë parë dhe shala më rrim me mbijetu ligën e parë, edhe nuk kanë me pas nevoj më me shkollë të Podgoricës, këtë pa kanë me shku prit tu, diket jashtë Evrope. Ju uroj me gjithë zemër këtë
edhe e besoj, sepse letimi është parë që kanë dalë gjithmonë talenta. Unë, kur kam marrë, kam bërë një projekt 5 vjeçar dhe deri tash janë të shku punët, ashtu si i kam përpa, mendoj se Ulqini nuk lypet nalet, Ulqini lypet për ditë mundohet të arris edhe stadiumin e madh, mos kënaqena me këtë stadium. Mas në marrë alabari vetëm, se në që ditësh si ka artë, ato ishte projekti i Krymun, projekti ka qenë edhe i promovumun në komunë. Mendoj se ja Stifer si ka qenë, e ka qupak dikush ma pri projektantëve, si ka vu veshfart asaj punë, se ata cifra në maja, por mendoj se me një revizje të vogël mundet mu realizu dhe mundet niset ai projekt, se ai projekt s'ka qanel ma. Ai ka hyrë në projekt UEFA-s, ka hyrë në projekt Federatës, edhe ka hyrë në projekt komunes, dhe me thënë cili ka qenë baza Ulqini, cili edhe toka se një për një e komunes, 77.000 m2, ku janë, ku menaj se atërë në Ulqini, ja vetëm për futbol, po edhe për turizm, kanë me mujtë më ardhë ekipat mlaja, ku kanë qenë 2 fusha kvalitete, ku ka me mujtë më ardhë ekipa, si janë jashtë Malizi, si janë me emra, si kanë ardhë dikur. Se dihet në këtë fush, unë se kam rritë, me 72 në qirkja fush, ku jena sëtë, që është me 72 nuk ka ba asë investim, me 72 në shtërvitin e parë, ka thënë Sudu Sadiku, si ka ba Ajaxi, dhe më thënë në atë kohë, me 73 ka qenë kampion i Ligës Evropës shtërvitin e parë. Dhe më thënë, pse mas t'i këthejmë në ekipet prep aty, kur kena kushte kena si na kanë abzoti natyren edhe mi baf kushtet hotelet e çdo gjë kena sot si mund të marrësh ekipet. Tash ju e flisni për vitet e 70-ta, edhe themi që nuk ka pasur asnjë investim deri tani, është le themi një pikë pyetje e madhe, sepse por nga ana tjetër duhet të thënë një bravo e madhe për gjithë sportistët që kanë vazhduar edhe ja kanë dalë. Ashtu si që ja ka dalë edhe Otrant Olimpi. Në kune maj mendin vetë kur në kanë hedhë pri asaj fushë aty, kur se nga pasas kush dash me arme intervenu atërën ish kryetari Zemedinaga dhe me njerës të vetë, kur ishte e këshiqi direktorës, në kanë as me hymërën me lujtë, dhe kena pas shumë sfida, unë kam kalu shumë sfida në të klub, dhe gjithë mund kam qenë pranë klubit edhe kam pas jetën e jeme, ja kam kushtu, edhe Zoti Shqeqer mi ka këthy me fëmijët e mi, më thënë si kam arrit, të barën sportista, të barën njerës, prind mirë, dhe atërën nuk ke gëzimat mëth. Gëzimi maj mëth është e, edhe sëtë, kur i shef për mu janë tanë fëmijët, dikush është atë mjek, dikush është inxhinjer, po ata janë fëmijët e mi tanë, se qyri maj mëndë qyri se kanë ardhë, me fillu me ecë, kanë qenë atë fushë dhe ishë knajsi e madhe. Ishë knajsi e madhe se një vedin 3 aty me ta për ditë. Më thënë unë knaqëm unë ullëm bëngjone me jem të ri, ala një vedin me ta se jem për gjithë ditën me ta. Edhe me se nej e marë të manë e dëshirë të manë shumë edhe ishë knajsi e madhe të bërë gjithë shka përmendet. Kush pëse s'kanë ba, gjithë kur që me vedin, pëse s'kanë ba, edhe kur i shjek kja fusha për Ulqinit për to, sigurisht nuk i shjek pa qëllim, i shjek me qëllim, të dihet gjithmonë si ish ba për me mujtë sa më shumë një projekt ka qenë të me rinin e Ulqinit sa më shumë jashtë, e tash besoj se projekti jonë ishtë të zhvillohem në rinin e Ulqinit dhe të qonë për parën. Ti kalzom se Ulqini mundet, dhe me thonë me pas edhe futbol, edhe çdo gjë, me thonë se menoj se talenti kur si ka mu Ulqinit. Ka pas shumë lojtarë si kanë shku, Alqedhu Lodui që kam rritë dhe në PSV, Halil Muharremi ka lujtë në Ligë parë, dhe me thonë si janë sa të lujtë në Ulqin, me thonë ka pas shumë fëmijë si kanë pas talent, po i dash me shkone për klube tjerë mi kalzu, e tash, inshallah vjen koha si në klub tjonë, stabilizona se në këtë moment jena pak, në primën se jena vend mrap, po jena me 3 pikë për jezeros, besoj si edhe 5-0 janë, do të arrim qëllimin, pështu, kena ba dhe nga gabime si fillestar, normalisht me zgjedhje ndoshta trenerëve, me zgjedhje lojtarëve, ne ka fillimi ligës parë, se kena njoh ligën e parë sa ishtë tamam e fort, kena dash bëna në moment ma shumë me afirmu vendalit,
edhe ta që i kena prudesh, ndoshtë të bërpë kena gabu, por kur punen edhe gabën. Pa tjetër. Vetëm edhe diçka me qenë si jemi tek minutat e fundit, kur flasim për trajnerët, ndoshta ndonjëherë edhe provon të marrim dikën nga jashtë. Ne themi, a është një strategji që ndoshta në vazhdim nuk do të jetë, do të vazhdojmë ndoshta me këto forcat tona më shumë, me të vendit? Na kena pru, kur kena qenë, në më thënë, të rapi lige, kena pru një emër, në atë moment ka qenë emri, mendimi jem edhe maj madhe i Malitësi futbalit, Dervo Kytović, cili ka arë në atë moment edhe ka pranu, mund më thonë, një gja zorshëm, se ke ishim në vendin e mrapë, me 9 pikë, ishim Ligë 2, dhe pranoj me ardhur qenë, edhe ishte, në më thonë, me të më rritën shtom Ligë dhe me të më rritën të bam gjanë historisë të hymë në Ligë parë. Kur, në më thonë, mas asaj shkom fillon me bukur në Ligë parë, nuk e si, në më thonë, një në gjiro pa fitore dhe në mendome se do të është mirë të nëromë. A ka qenë mirë, s'ka qenë mirë, koha e kalzëm menoj se s'ka qenë mirë në të moment, a i si ka armas ti, ka qenë gabimi maj madhi i futbalit për vedi, plas, mendimi tjem, menoj se kena ba mirë tërë si kena bu në atë moment njëstaj ti trener si është Gjemel Kapëmbëgo, gja kam afru dhe të erën ishte direktor sportiv, si ta marrë ekipin, po e se ka një vedin gati në është. Për punë mas binë se për nëroj me marrë vendin në ati, në atë minë, po këmane se ka qenë gabim atyre, dhe me thonë, edhe besoj se kena pa mirë, besoj se trenerët e Ulqinit Lydmi janë apë shansën, se si ka napë kërkush shansën Mërzi, me qenë Ligë parë, ka pas 2 herë, ka pas rezultate, 2 herë ka qenë, ka hy me ekip në Ligë 2 edhe në play-off, kërkush se ka japë shansën Mërzi, me qenë trener në ekip Ligë parë, me thonë prep Ulqini e ka japë, edhe Ulqini Lydmi e japë, edhe Ulqini Lydmi përkra, ja vetëm e trenerat, por çdo lojtar, çdo fëmijë, çdo gjë, domethënë Lydmi lojtar, edhe Lydmi mi afirmu, domethënë na besoj se Xhemalin do të afirmom, edhe besoj se ishte i ri, ka kohë, pa jo vetëm atë edhe me të Ivanovićin e Halilin e tanë, domethënë tanë ata kanë të ardhmen, kanë talent, kanë për punën e vetë, dhe besoj se mas me marrë shansën edhe ata si tjerë. Edhe lypen e mu kushzu, mu drejtu ka njerës të jorë, domethënë. Nuk ishtë thamë asyne si janë pipullgërisit e të hujtë, po më ndaj se kur kënë me bak kuadra sa më shumë, si ka në mjetëve, si ka në fmive, si ka në gjanëve ata i ndinë ma mirë, se i shofin për ditë, edhe i prekin me dorë për ditë. Edhe thëmë dhe herë, sigurisht, merit madhe ka pas treneri që ka qenë, falimderoj, por ecim jetë e vazhdan. Janë momente sportive të tjera. Futbalin vetëm rezultatin dërën, kur gjatë tjetër. Në më thënë, në këtë moment e kena pas një qëllim, vetëm bjetesën, ne rrishim bjetesën, e kena mërit qëllimin, e më dhaj se kena me mërit. Ju dëshiroj me gjithë zemër këtë, edhe të falenderoj që ndave këto minuta me gjithë shikuesit tanë. Unë e di edhe shumë sa emocione e flet gjithmonë për klubin Otrant Olimpik, duke të falenderuar që ndave minutat dhe duke dëshiruar shumë suksese për gjithë ata fëmijë që janë pjesë të rriturit edhe trajnerët. Unë i ftoj të gjithë dilen në tos, në më thënë ora 8:20, lumë tos me dëqishin, cili është më në një loja ndoshta dhe kryesoreja, tozi hyvin finale, në më thënë, i uroj edhe ty në finale, si kanë hyjë dhe besoj inshallah dhe fitojnë, se ishtë një rezultat njësej një ekip shqiptarë, jena 2 ekip shqiptarë si jena në Ligë parë, Malitësi për parën herë në histori, edhe besoj si do të kthejna me fitore dhe të presim butishnosin të për mbijetes, edhe 5 lojt në përkrajnë gjithë tifozat, i ftoj që ishtash si të përkrajnë klubin dhe në fund, klubi nuk është Skenderi, nuk është Xhemali, klubi është Ulqini, edhe klubi është e armën e tynja, fëmijëve të tynëve, nipe të tynëve, si do të gëzojmë këtë fushë dhe inshallah fushë tjera. Edhe faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi, ju uroj më të mirat. Ishim së bashku për të folur për Otrant Olimpik, ato të cilët le të themi gjithmonë kanë përkrahjen më të madhe nga gjithë tifozët. Ju dëshiroj suksese me gjithë zemër në emër gjithë stafit të televizionit të UTA. Juve ju falenderoj që na ndoqët, ne së bashku do të takohemi në ditët në vazhdim. Mirupafshim.